Ervin, të përshëndes, çfarë ka treguar bashkëpunëtori i drejtësisë Artan Tafani për ngjarjet ku ka qenë i përfshirë? Janë të paktën 17 episode ku Artan Tafani në fakt i penduar i drejtësisë dhe bashkëpunëtor i drejtësisë, tashmë si duket po tregon edhe përfshirjen e tij në sa i përket disa ngjarjeve kriminale që lidhen edhe me bandën e Lajert Harxhis. Konkretisht Artan Tafani ka treguar që në episodet kur është takuar me Lajert Harxhin në zonën, pasi ai kishte dalë nga burgu në zonën e Lushnjës, ndërsa më pas gjatë një takimi në zonën e Dajtit ku ishin zhvendosur në kryeqytet, i ka dhënë si duket edhe porositë e para, duke kërkuar që ta ndihmoj, pasi kishte marrë vesh se vetë Artan Tafani, paktën sipas dëshmisë që ai kishte dhënë, ishte ngushtë përpara dhe në këtë mënyrë mund të përfshihej lehtësisht në ngjarje kriminale. Si provë, të paktën sipas Tafanit, atij është dhënë fillimisht vendosja e një sasie tritoli në qytetin e Lushnjës të një personi që të paktën sipas dëshmisë së Tafanit, Lajert Harxhis i kishin vjedhur një sasi droge, pra për shkak të edhe një konflikti që kishin pasur, dhe kjo ishte edhe arsyeja për një mesazh, për t'i dhënë një mesazh edhe personit në Lushnjë për vendosjen e tritolit, ku në fakt si duket ka marrë edhe pagesën e parë Artan Tafani. Ndërkohë për sa i përket një ngjarje tjetër, një tjetër episod i treguar nga dëshmitari i drejtësisë ditën e sotme në seancën gjyqësore, është ajo e vrasjes Çayub Selimit, ngjarje ndodhur në Tepelen, ku vetë Tafani ka treguar se ka marrë pjesë në këtë vrasje dhe ka qelluar të paktën 3 herë, dhe më pas armën e krimit e ka hedhur në lumin Vjose, dhe për këtë përfshin Lajert Harxhin, duke thënë se ka mësuar jo vetëm për të kryer këtë vrasje apo për skemën e vrasjes, por edhe veprimet që duhet kryente pas ekzekutimit ato që ndodhi edhe në Tepelen me vrasjen pra e këtij personi dhe djegjen më pas të rrobave. Ndërkohë për pagesat të tjera, të paktën sipas dëshmisë së Tafanit, atij janë dhënë para me autobus që vinin nga Greqia, nga Mario Diamanti, i dërguar pra edhe parat dhe shumën e parave, por një pjesë tjetër e ka marrë nga ana e Lulzim Arapit. Të paktën sipas dëshmisë që ka bërë vetë Tafani, ka qenë një shumë prej 20 eurosh fillimisht e marrë nëpërmjet linjës së autobusave dhe që kishin ardhur në drejtim të tij, ndërsa pas 2 muajsh, të paktën sipas dëshmisë së tij, ka marrë edhe rreth 4000 euro të tjera, pikërisht për ngjarjen që kishte bërë në Tepelen. Ndërkohë po ashtu ka treguar episode të tjera ku është edhe përfshira në vrasjen e Mariglen Fridmanit, por edhe të Bledar, pra Mariglen dhe Bledar Fridmanit, paktën ka qenë një konflikt i nisur mes tyre dhe të paktën është zbardhur edhe dëshmia dhe ajo se çfarë ka thënë për vrasjen e këtij personi në qytetin e Korçës, por edhe pjesën e pagesave që i janë dhënë nga ana e Lajert Harxhis, por edhe grupi kriminal i tij në zonën e Lushnjës, pikërisht për të kryer vrasje. Ndërkohë, ai vijon të jap edhe dëshminë për ngjarje të tjera, ku të paktën sipas prokurorisë së posaçme në 17 episode ku pjesa më e madhe janë për ngjarje të kryera, vendosje tritoli, lëndë eksplozive në qytetin e Lushnjës, por edhe në zona të tjera të vendit ku si duket Lajert Harxhia kishte konflikte dhe plagosje të shumë personave, pra janë episode të tjera që po vijojnë të rrëfehen, pasi aktualisht dëshmitari i SPAK apo edhe bashkëpunëtori pra i SPAK, i cili ka marrë edhe statusin e bashkëpunëtorit, po vijon të tregojë në prokurorinë e posaçme. Ervin Leka, të falenderoj për të gjithë informacionet.